أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. E falenderojmë Allahun te bareke ve taala dhe dërgojmë selam dhe salavat e pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, pejgamberit tonë fundit Muhammedit alayhi salatu vesselam, familjes e tij, shokëve të tij dhe mbar ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, falënderim pafund i bëjmë Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, atij i cili na bëri të mundshme ta presim, ta përjetojmë dhe sot ta përmbyllim me një fest, me një kremte të madhe, ngjarjen më të rëndësishme, krenarin dhe madhështinë më të madhe që Zoti i ka bë krijesës njeri, ndër përparësit, ndër ngritjet më të mëdha që Allahu na i ka bë neve, dërgimin e muajit të bekuar, të madhërishëm të Ramazanit. Pra, ndër ngjarjet më të rëndësishme, ndër ngritjet më të mëdha, ndër vlerësimet më të mëdha që Allahu ja ka bë njeriut, krijesës njeri, është me dërgimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Muaj të cilin edhe ne këtu në xhami, edhe kushdo në fund të botës që 24 orë në 7 ditë të javës, krejt muajin, 30 ditë, i ka nejt gati, apo i ka shërby të në kohën, është e pamundshme që të na duket ballë nesër kur të dalim para Zotit xhalleshanuhu. Pra, edhe pse jemi mundue me i shërby, me i nejt gati, me vjel mirësi e begati nga ky muaj, që janë të panumërta e të pafundme, përsëri se cilin nga ne do të pendohemi pse s'kemi bo ma shumë, pse nuk e kemi shfrytëzu ma shumë, sepse e gjejmë atje edhe tek vula e njerëzisë, tek më i dashuri i Allahut xhalleshanuhu, tek pejgamberi alayhi salatu vesselam, i cili ka qenë i garantuar me xhennet. Të gjithë pejgamberët kanë qenë njerëz të garantuar me xhennet. Dhe asnjëherë nuk shënohet në histori të ketë lakmu pejgamberi alayhi salatu vesselam najherë me jetu e gjatë. Dhe këto jo një herë e kena përsërit në përligjeratat tona.
Asnjëherë pejgamberi alayhi salam nuk ka pos dëshirë, nuk është njoft, nuk është po që ka shpreh dëshirë me jetu gjatë, madje edhe në momentet kur i ka ardhur vdekja, e ka qu Zoti Gjellëshanuhu Gjibrilin alayhi salam me laçën e shpalljeve, bashk me melekul mautin, me laçën e vdekjes, edhe e kanë lut, i kanë thonë, ja Rasul Allah, të ka ardhur momenti me vdek, apo don me jetu deri në fund të botës, deri në shkatërrim, deri në kiamet, apo po don me vdek. E ka pos këtë mundësi me zgjedh pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe dihet fare mirë dhe fare kjort se nuk ka pranu me jetu, ka thonë po du me vdek me shku te Zoti jam. E përjashtimisht vetëm një kohë nihet, vetëm një moment nihet në historitë pejgamberit alayhi salam, i cili ka pos qef me jetu gjatë. E ajo është ditët e para të fillimit muajit bekuar të Ramazanit. Edhe e ka lut pejgamberi alayhi salam Zotin, i ka thonë, o Zot, masi ma mundësove mu afrua për Ramazanit, epum jetë, ymer, shëndet, që ta pres edhe ta kaloj Ramazanin. Pse? Sepse mirësitë e tina të panumërta dhe të pafundme e bënën edhe vetë pejgamberin alayhi salam me lakmu një farforme edhe me kërkue prej Zotit, mi dhonë Zoti jetë me përjetu Ramazanin. Ato nga i cili nështa nga njëherë ymeti jon nuk e kanë kuptu, nuk e kena kuptu ashtu siç pejgamberi alayhi salam e kishte kuptue. Ato nga i cili ndoshta nga njëherë ymeti jon edhe ikin një farforme, shmongen, tentojnë me gjetë vetës arsye për me u shmong prej Ramazanit, me u shmong prej agjërimit, sidomos. Po, çka është çudi që edhe pse shmongen prej agjërimit, ose eventualisht ka mundësi me pos arsye dikush që mos me agjëru, problemi më i madhi është që na bashk me shmongjen prej agjërimit, shmongemi edhe nga të gjitha veprat tjera të muajit bekuar të Ramazanit. Sepse nuk do me thonë pse ndoshta ki arsye mos me agjëru, nuk ki arsye mos me u falë. Nuk i arsye mos me u fal, nuk i arsye mos me madhru Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Nuk kem arsye mos me e respektu Ramazanin edhe agjërusin. Të në kohën kur mos me ju ndo agjëruzve. Edhe në sëfër bashk me ta, edhe në iftar bashk me ta, edhe në xhami bashk me ta, edhe në drek, edhe në kindi, edhe në akshom, edhe në teravi, edhe në sabah, edhe në jaci, edhe në gjitha kohërat. Hiç mos me ju do. Sepse krejt arsye tjera me ilon anash, një gjë që ndodh
në muajt e Ramazanit nuk duhet asnjëherë me anashkalu edhe gjithmonë me pas parasysh edhe me pas në hatër këtë gjë që ndodh në muajt bekuar të Ramazanit. E ajo është vendimet edhe çështjet që kanë me na ndodh neve krejt vitin, me të cilat kena mu përball na me në krejt vitin, vendosen edhe përcaktohen në muajt Ramazanit. Të gjitha, çdo çështje, Allahu na ka paralajmëru, ka thonë inna anzalnahu fi lejletil qadr wa ma adrake ma lejletul qadr. Po thot ne me të vërtet Kur'anin e kemi zbrit natën e Kadrit. Wa ma adrake ma lejletul qadr. Çka të boni ty të dish për natën e Kadrit? A e din ti çka është nata e Kadrit? E thash në një ligjerat në xhumo, e ka përdorë Zoti atë formën sikur na kur dojna dikujna mi kallzu diçka fort interesante, edhe thojna hey, a din ti çka ka ndodh? A din ti çush veprojke, a din ti çka bëjke? Allahu po thot, a e din ti çka është nota e Kadrit? Hey. Lejletul Kadri khajru min alfi shahr. Ajo është më e madhe, më e dobishme, më e lavdishme, më e çmuar se 1000 muaj. Pse? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fi habi idhni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë, po thot Allahu, zbresin me urdhën e Allahut në tokë me lajket e Zotit Gjellëshanuhu bashk me Gjibrilin a.s. Krye melekun, komandantin e melaqeve. E morrin edhe zbresin tokë. Me çka? Me të gjitha çështjet, po thot Allahu Gjellëshanuhu, me krejt përcaktimet, me të gjitha urdhërat që kanë me ndodhë deri natën tjetër të Kadrit, me lajket i morrin krejt urdhërat në këtë natë, në natën e Kadrit. Çdo gjë rreth neve, edhe mirësit, edhe begatit, edhe bereqeti, edhe smundjet, edhe sprovat, edhe telashet, krejt ato sprovat me të cilat kena mu përboll na gjatë jetës, gjatë ditëve, deri natën tjetër të Kadrit, janë përcaktuen qëtë natë. Për ty e për mu e për fëmijën tonë, e për familjet e tona, e për prindët e tonë. E din atë lutjen, atë doon e shpirtit që na ja bojna Zotit Gjellëshanuhu para një familjarit tonë, para një sprove kur të na godet. O, Zot, çfarë beloje na ka godit, edhe nolmi nuk ju besojna vetës, nuk ju besojna syve tonë, edhe thojnë, o, Zot, letësonaj, o, Zot, ndihmon ata ka përcejna. Dhe, edhe kjo, që është kader, është fshehtësi, u përcaktu në qatë natë. Në qatë natë u përcaktu. E sikur, pse du të neve me na bon, ka që shumë më u interesue për këtë natë, për këtë ngjarje, është për shkak se sa ma ofër Allahut që je në atë muj, në atë natë, aq ma të vogla
caktohen taksiratët. Aq më të vogla caktohen sprovat, shënohen sprovat. Apo don mos me pas sprovat rona? A ki qef kur të ndodha ajo sprova, na shta thu, o 10 vjet ymër i kisha dhonë, veç mos më mbas ndodhë që kjo. Veç mos më mbas ndodhë që kjo belo, veç mos më mbas ndodhë që kjo sprov, veç mos më mbas ndodhë që kjo teloshe, veç mos më mbas ndodhë që kjo smundje, veç mos më mbas ndodhë që kjo problem. Ose, shumë kisha dhonë, me pas ma të madh bereqetin, mirësin, gjithë shka kisha dhonë, gjithë shka dhonë vllaznia dhe njerëzit tonë, për evlad, për me pos fmi, për me pos djallë, për me pos vajz. Tash, a i ke po këtu metodat e reja, shkojnë ka 2-3.000, 5.000, 10.000 euro investojnë me IVF, me sene, me gjona, me... Edhe apet deshtan. I e paret, edhe një pjesë të madhe të rasteve deshtan. Po ti shekon me ju lut taman, Allahut në notën e përcaktimeve, ka garantu Allahu Gjelleshanuhu, ka bo be Zoti Gjelleshanuhu në madhrin e tina, edhe ka thonë, edhe bereqetin ta kisha ngrit, ta kisha shtue atë natë, edhe taksiratët ti kisha zvëglue, edhe të kisha shërue, ta kisha largu smundjen, edhe ta kisha shëru e vladin, edhe ta kisha shëru familjarin, edhe prindin, edhe babën, edhe nanën, edhe gjithë shka. So unë jom përcaktusi. Apo? Na ka herë, për morëm ka një shambull shtu një jetën tonë, kur ndodh nej grand, nej shpërndarje, nej diçkafit, mundohemi me këshillu njoni tjetrin me të drejti, thujna, shko bre të filoni këqër shëqërëje, këqër cëkatin der, shko që t'ja një kafe t'i qyshe dhe ripak me to, njoftov me to, se a i shkrun senet. A i shkrun, ndër tina janë. Edhe na me të drejt mundohemi me shku e mu shëqërue me atë personin. Me nejt ofer ati personit. Pse? Qa kibe që ju ketek njëri, qa po të vynë me ka... O, ajo është atje të lopsi, edhe i shkrun gjonat, edhe varet gjithë shka prej tina. E pse, vllazni? Pse na, mos me provu me konë pak ma shumë ofer ati që na i shkrun edhe taksiratët, edhe sprovat, edhe bereqetin, edhe mirësit, edhe krejt, edhe na i plëcon kërkesat, edhe dëshirat, edhe synimet, edhe nevojat tona, krejt që ka i kena nevojat tona, aj na i realizon, aj na i plëcon. Nuk ka kërkes në fund botës, as nevoj në fund botës që nuk ju kish realizu edhe nuk ju kish plotësu e njeriut si kur t'i shkon pak ma ofer Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Pra, krejt kërkesat, krejt nevojat, krejt vujtjet, krejt mungesat që i kemna gjatë jetës, edhe që ndoshta të jetën nuk na realizohen, jo pse nuk dënë Allahu Gjelleshanuhu, po pse na vet nuk dojna me kon ofer aty ku shënohen
aty ku përcaktohen, atëherë kur shënohen edhe përcaktohen këtu gjona. E kur po shënejkan, kur po përcaktohen? Në Ramazan. Pikrisht në natën e Kadrit. Për çata? Për shkak se kjo natë e ka shumë manen e madhe. Me të përcaktu krejt çështjet për ty dhe për mu. Nuk është pak. Mu morë krejt vendimet rreth krejt njerëzve. Nuk është pak. Për çata? Për shkak të kësaj note që ka kaq shumë të madhe vlerën, krejt muji i Ramazanit e ka marrë vlerën për shkak të natës të Kadrit. Një muj ditë ka marrë rreze, ka marrë hjeshi, ka marrë madhështi. Një muj për shkak të një note. Se në të përcaktohen krejt çështjet. E hajde o vllazni, viteve tjera, mujve tjera, radhëve tjera, të Ramazanëve tjera, ti rrim pak ma gati kësaj note, ti rrim pak ma gati këtij muji, të rrim pak ma afër Zotit xhalleshanuhu, në këtë muj ku po përcaktoj kanë krejt gjonat, krejt çështjet. E në këtë natë, në këtë muaj, përcaktohet gjithçka, por edhe gjithçka rreth asaj që për neve është dhurata edhe vlera më e madhe dhe më e ndritur që Zoti xhalleshanuhu na i ka dhënë, që është familja. Sepse na jemi njerëz edhe është shumë normale që me dashur çdo kënd, madje Allahu xhalleshanuhu na ka urdhërue që të kemi kujdes, kemi shumë kujdes ndaj vetvetes, ndaj familjeve tona, edhe ndaj rrethit familjar, ndaj farefisit. E sidomos ati që Allahu i fal fëmijë, i fal evlad, është dhurata më e çmueshme dhe më e madhe që Allahu xhelle xhelaluhu ve xhalleshanuhu ja fal dikujt, por dhe është gjëja më e shtrejt ndaj të cilës du të me pas shumë kujdes. Jo rasisht një pjesë të kësaj këshille, të kësaj ligjërate, kemi vendos për veten tonë edhe për të gjithë neve me rikujtu sa me vlerë dhe sa e madhe është kjo dhuratë, sa shumë e ngrit Zoti xhalleshanuhu ato që e bekon me këtë dhuratë, sa shumë ka me shpërbly Allahu ato që nuk ja ka dhënë këtë dhuratë, e ai bën sobër për hotër të Allahut, pafundësisht. Porse kur Allahu vendos me bekue dikon me fëmijë, ka kërku tekstualisht përgjegjësi edhe kujdes shumë të madh. Dhe na ka ardhur
Në Kur'an, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu na është drejtu në surën e Tahrim, ajeti 6, duke na thonë Bismillahirrahmanirrahim: Ja ejuhalladhina amanu, ku anfusihum wa akhlikum nara. O ju besimtar, o ju që keni besu Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, po thëtë Zoti Gjelle Shanuhu, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhehenamit, lëndjekësit të cilit janë njerëzit dhe guret. Shumë ashpër, Allahu ka paralajmëruar dhe ka fol kur ka tregue, edhe kur na ka thirr, edhe kur na ka ftue për familjen, për fëmijët. Sepse në të gjitha kohrat, gjithmonë kjo ka qenë përgjithësi e rëndë dhe e madhe, e sidomos në këto kohë kur po jetojmë na, përgjegjësia, rrezikshmëria e jashtëzakonshme shumë e madhe për familjen, për fëmijët, është rrit ekstrem shumë. Prandaj, me pas një kujdes shumë më të madh, se në kohë më herët e kem obligim të gjithna. Vëllezër, edhe na vetë nga jeta jonë, sikur t'ja kishim bërë dikujna një dhuratë shumë të madhe dhe shumë të çmueshme, shumë të shtrejt m'ja ble një dhuratë dikujna, edhe m'ja dhon hedije, edhe me shku mas një kohë të ai person në vizit, edhe me po që ai person atë dhuratën tone shumë të çmueshme, shumë të shtrejt që ja ke ble dhe ja ke quë, e kalon që atje me një qësh, apo e gjon të lujt fëmija në përbërlëg. Wow, kime undje tepër i fym, tepër i nënshmu, tepër i poshtrum, dhe me thonë, hej, po të shtrejt, ja kum ble. A ty sa shtrejt është kjo dhurot që ja kum dhonë, ja kum bo, veç me vlerësu, veç me ngrit. Edhe kë, se pas ka vlerësu, e pas kalon me lujt fëmija me të, shumë ndiva i poshtrum. Mos të harrojmë një gjo, se nëse Allahu Gjelle Shanuhu dhuratën më të çmueshme ne i ka dhonë fëmin, dhe kur na sheh që na nuk po kujdesmi për ta, nuk po i edukojmë ata, nuk po interesohemi për ta, edhe Zoti Gjelle Shanuhu komunin njësaj, sikur na, kur dikush e në përkom dhuratën tonë. Prandaj, vëllezër, temel, bazë kryesore e një shoqërie, e një shteti, e një vendi, është fëmija edhe familja. Nëse dojna na me pos shtet të pastërt, të fuqishëm, me ju bo bol
armiqve që për çdo ditë dhe për çdo kohë nuk I shuin ambicjet e tyne të çmendura për të na riposhtu prap, ne duhet të interesohemi më shumë për familjet e tona edhe për fëmijët e tonë. Sepse e ardhmja e këtij vendi për cilin kena dhirë gjak edhe njerëz, ka me met në duart e qësoj rinije që ty në fëmijëve tonë. Sa ma të edukum këta, sa ma të emancipum këta, sa ma të ngritun këta, aq ma të sigurt na edhe veni edhe shteti junë. Sa ma të rrezikum edhe të pa edukum fëmija junë. Këta nesër kanë mu bo edhe politikan, edhe mjek, edhe mësus, edhe arsimtar, edhe hoxhallar, edhe krejt. Kanë me I pri këti populli. E kur prijesat nuk janë në rregull, krejt pjesa tjetër mrapa nuk është në rregull. Kur unë këtu para juve nuk jam në rregull, çu mundi me konë ju mas me jenë në rregull? Prandaj, në këto rrethona që jemi të jetu, kur fëmija ju po flosëm hapon, qelë, po rrezikohen për çdo ditë, nga vezveset më të këqija, siç është të janis prej duhanit, që dikur ka qenë tragjedie e madhe kur e ka morë vesh boba se fëmija po japin duhanin. U konë shumë e ronë. E sot kanë dollë do gjona edhe fort më të rona se kjo, e që kjo ka met shumë e vogël edhe na vetë po thujna more leti duhanin, të ruje për I drogës, ruje për alkoholit, ruje për I zinos, ruje për I kafeterive, për I diskotekave, për I rrugve, për I gjonave. Se duhanin së mitë kur gjë. Që është nashta filli I por që e qënë fëmijen drejt rrezikut për me e provue edhe drogën. Sepse njeriu se cilin herë shkon, shkoll, tu sharru e tu shku poshtë e ma poshtë. E na, fatkeqësisht, krejt pi dina këto gjona, krejt pi pranojna, si fatkeqe dhe si eventuale, po çka po bojna në parandalimin e këtyne fenomeneve. Çka po bojna në parandalimin e këtyne vezveseve. A pe qesum një gjys hopi drejt parandalimit të këtyne gjonave a ju. Se fatkeqësisht ne si shqiptar, po dhe si musliman jena kogjo shumë individualista. Valla, fëmija filon venin në mahall, të filon shpia, të filon pema, të filon veni, ja ka nizme po të bohen, po rrinë, po dyshohet që dhe ka pak po, dikush po vjene pi furnizon me do cigaret dyshimta, me do droga dyshimta, me do gjona, hajde ku bejen zarti ku po mirë është me atë punë e madhe, pa hajde, a jeti ishte është po, a I ki thmin tu, po, rema së merë me këtë farë punë e qa po t'intereson ty po është zotin.
Kur opa një dite, hej, e po më dhe djallin të një shkon me atë shoqënien aty. Vallai, po, fatkeqësisht, edhe ai ja ka nisë mu shoqënue me ta. Sepse, jo rasisht, kanë thonë pleqët e tunë, kur të vjen ukin kë ishi, prite edhe në shpe. E na, nuk po dojna me trem ukin, kur po na vjen në kë ishi, po thujna, bile ka jere, hajtë se mire ka gjeta, se zotë, ja vëdin. Ai, ku me ditë ku, ja ka dhana pështet që zoti, që ja ktheja pruni. Ta një veç kur ndëgjojna, djali i filonit, ma bre për i zetë zotit pa ata, kur bre nuk jenë kona s'baba, s'babgjysha, s'katra gjysha, nuk jenë morë me kësi sene, nuk jenë morë me kësi gjona, qysh i dul djali ashtu. Jo, nuk u dal djali. Edhe mos gabon dikush, me provue, me largu përgjegjësinë prej vetes, se nëse njerëz jemi qashtu ka një herë që kena qef përgjegjësinë me largu prej vetit, edhe çka me thonë, vallai hoxha, qysh t'i jep zoti se badi hava e kina. Vallahi që kjo nuk është e vërtetë. Dejnë kiamet, ko me luftue kundër gjdo argumenti, kundër gjdo dëshmije, që dikush provon me ofrue, edhe me thonë, se fëmija bohet që shtjeb zoti. Mos gabojna me shku para zotit, me qitë mendim, duke e akuzu një farfor me Allahun, se fëmijën e dikujna e bën të morë edhe të mirë, jep zoti fëmijës dikujna, a fëmijës dikujna jep të mrapshten. Nëse o qështu qësh pëthojna na qësht jep zoti, do me thonë, fëmijës dikujna jep të morën, a fëmijës dikujna jep të mrapshten. E që kjo nuk është të vërtet. Një vërtet tjetër shumë e modhe është, se do fëmijën pak ma kollaj me edukue, e do tjerë janë pak ma me zërë me eduku, që kjo është e vërtet. Don mund pak ma shumë pu, don kujdes pak ma shumë pu, është shumë e vërtet. Amo me thonë, njonit jep zoti, e njonit nuk jep zoti, ose njonit jep zoti të morën, e njonit jep zoti të mrapshtën, me qitë mendim, mos u nisni me shku para zotit. Se nuk është e vërtet. Se tekstualisht Allahu në Kur'an na ka të regu edhe na ka thonë. Gjdo fëmijë që lind edhe e fol Allahu Gjellëshanuhu, e fol të pastërt. Dhe vazhdimi i këtij ajeti është kështu. Allahu thot, prindrit janë ata të cilët kanë me ndikue, ose ai fëmijë me vazhdu atë pastërtin në të cilën e ka fol Zoti, ose eventualisht me devijue për shkak të mos kujdesit të prindve. Ose ka një herë kemë rast edhe kur vetë prindrit ja mësojnë të keqen fëmijës të vetë. Sepse një psikolog ka thonë, fëmija është letër e bardhë. Lind letër e bardhë e pastër. Gjithë qka
në mendjen, në trunin, në zemrën, në shpirtin, në jetën e tina, shkruhet në vazhdim. E pjesën e parë dhe më të rëndësishmen për fëmijët e tonë e marrin qysh të shohin, çka të shohin, ko prindrit. Pra fëmija, pjesën e parë të mësimeve e merr prej prindve. Merë një fëmijë, kur të lind, qof prej prindve shqiptar, qof prej prindve gjerman, qof prej prindve arab, anglez, çka do që lind fëmija. Merë një fëmijë anglez, birën e të rritet me shqiptar, a i ko mu mësu me folë shqip, apo? Sa i qështinin prind, qashtu mësohet. Qoni fëmijë shqiptar në të rritet me prind anglez, a i ko me folë anglisht, se qashtu i ka një. Por ata, hajde t'i përvjelin durt edhe të bohemi pak më të kujdesshëm për fëmijët e tonë, për familjet e tona, sepse vllazni nuk po flejnë as dit as nat. As dit as nat nuk janë të flejt. Ata të cilët nuk na i dojnë të mirën, për me na shfetarizu dhe me na shkontarizu. Mos harroni se ko organizata të caktuara që derdhin miliona në vendin ton për me i shkatru familjet e tona, fëmijët e ton, në emën të demokracisë, në emën të civilizimit, në emën të kulturës, në emën të emancipimit, në emën të evropianizimit. Plot organizata. Të cilave na me duar tona javqojna fëmijën e tonë. Dhe është thonë, kemi hjek shumë, derisa ja kemi arrit, me e bon një punë shumë të madhe si mas tyne. E ajo është me e qëthur familjen, me e degeneru familjen, me ndarje, me shkatrime, me prishje të fejesave, të martesave, të kurorave, veç muqu me shku deri në komunë tonën, edhe me i vetë ata regjistrust, sa është numri i ndarjeve dhe i shkatrimeve, vallohi nuk mujna kollaj pi zyres me dalë. Është enorme, është e të mërshme, është e raon. Nja 2 herë ma shumë, ko ndarje dhe shkatrime, se fejesa dhe martesa. Pse ndodhin këtu? Kryesorja, të qesën për sheshi. Kryesorja e shkatrimeve dhe e ndarjeve të fëmijëve tonë, të trive tonë, të trejave tonë sot, të njerëzve tonë sot është historia dhe degenerimi i fëmijëve tonë në rini. Sot një i ri dhe një e re e jona vend me morë lopsin edhe libren me mësu e me studiu, ajo mëson qysh
me kriju një lidhje, qysh me dol me një djall, qysh me dol me një vojz, qysh më shkrujti, qysh i shkrujta, qysh i thash, qysh i abona, qysh i aktheva, edhe ato në mosh ekstrem të ri, prej moshës 2-13 vjeçore, nisin fëmija jonë, prej moshës 2-13 vjeçore, nisin fëmija jonë më morë me këto tema, nisin fëmija jonë më morë me këto gjona kashtrona. Edhe e kryon një lidhje, ndohet, shkatërrohet, edhe kur po vjen koha, mu feju edhe mu martu, djali jonë edhe vojzat e tona, edhe motrat e tona, edhe vllaznia jonë, vinë me një bagazh të madh, shumë të madh, të tmerrshëm, të një kaluare shumë të tmerrshme. Me një djalë, me një vojzë, me 2, me 3, me çka ta di unë ka, edhe kur të bohen bashk, një javë ditë, një muj, ja nisin me ju dol historitë të kalumës, edhe valla u preshën, u shkatërrun, nuk ju shkoj, diçka nuk ju eci. Ku me shku, ku me eci? Ka mja mojt, ka me shku? Dhe një vezves tjetër për të cilin besoj duhet me e përmen, edhe ndaj të cilit do të me pos shumë kujdes na si prind dhe si familjar, është me i rujt traditat tona, fetare, rregullat tona fetare dhe kombëtare, të martesave, të fejesave, të njoftimeve, të jetesës, na, por me rujt këtë këmbë, këtë fe, këto tradita tonat, për me rujt familjen, kena me rujt veç nëse i rujna rregullat tona fetare dhe kombëtare. Ndryshe kena me pos problem. Nëse vazhdojnë fëmija jonë, nëse vazhdojnë tritë dhe treja tona, hale në qëtë nivel qështu, të bashkjetesës mes veti, që është një kultur fort e mrapsht, e cila është të e bo problemin më të madhin në mesin e familjeve tona, është të e bo lidhjet. Valla është djalin lidhje me një vojzë. Valla është qika në lidhje. Gëzohet familja, më në fund, është djalin lidhje me një vojzë, është qika në lidhje me një vojzë, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet në lidhje. Dikur i bëhet bajatë dhe mo e len, jo, valla, ishin dosi u ka izë, diçka ishin prish, diçka. Që kjo lidhja e fëmijëve tonë, e din diçka është? Është legalizim i prostitucionit. Na shqiptart, musliman, e kena legalizu prostitucionin, edhe kena qitë për sheshi. Tashmo nuk po ju vjen morre, shqiptarve, neve, s'po na vjen morre mi bo gjonat e pista për sheshi, edhe i kena qitë jena evropianizu, jena emancipue, edhe pilona fëmijët e tonë, me ngote poshte për pjetë, shkon a i zotnia e merë dhe shkon 1 javë, 2 javë në deti, nuk e din boba ku e ko qiken. Valla, u shku me atë djalin që është në lidhje. U shku me atë qiken që është në lidhje. Jo, zotni, jo. Qatë dite që të marrë zhvesh ti, 2-3 ditë, 1 javë, 2 javë, unë joftu qika jote, djali jote, me një djallë, me një vojzë, kap qushko bënja për hajrë dhe të gjitja unozën në gisht. Ndash me pos vojzë dhe djallë. Ndosho mos me pos, po vazhdojnë a qështu. Të këshurëm ku bëna dele dhe ku bëna qenë. Amo ko me kon problem. Ko me kon shumë problem, jo pak problem. Por ata, këto tema, mos ti mojna mo tabuna.
Ti qesum në tavolin, edhe ti diskutojna, edhe të miremi me to, sa nuk na është bo halet te për vonë. Sa nuk na është bo halet te për vonë. Ti diskutojmë këto tema, ti bisedojmë këto tema, dhe mos ti pranojmë në rrethin tonë shoqëror. Mos ti pranojmë në mesin tonë. Sepse as fetarisht e as kombëtarisht nuk na takoj neve këto gjona. As në emën të emancipimit, as në emën të kulturës, as në emën të civilizimit, as në emën të evropianizimit, nuk kanë vend këto tema në mesin tonë. Na i kem traditat tona, i kem rregullat tona fetare edhe kombëtare edhe njerëzore, me çato rregulla, na dohet me provu me shku, edhe në Evropë, edhe kudo, sepse janë më të mirat. Ta dim veç një gjo, krejt që kjo tendencë, që në emën të evropianizimit me naj normalizu drogen, në emën të evropianizimit me naj normalizu prostitucionin, në emën të evropianizimit me naj shkatru familjet, nuk është evropianizim, as nuk është tendence dikujna me na qunë Evropë njëve ma shpejt. Po tendenca është me na shkatru ma shpejt. Sepse, sa ma të shkatrum që jemi, qaq ma let na kontrollojnë, qaq ma let na pushtojnë, qaq ma let i realizojnë synimet, qëllimet e tyre që i kanë me neve. E sa ma të bashkum që jemi na, sa ma shumë që i rujmë familjet tona, rregullat tona, punët tona, aq ma zore kanë dikush me na pushtue, me na shkatrue, me na ndo. Allahu xhalleshanuhu na ndihmoft edhe na i mundsoft që